Përshëndetje të ngrohta për të gjithë abonuesit e platformës Art Motion dhe adhuruesve të basketbollit. Jemi me një tjetër ditë e cila është e mbushur me spektaklin e sportit të bukur të basketbollit në palestrën Sensai Suroi, ku do të luhen gjysmëfinalet e kupës në kuadër të ligës parë pas 2 ditëve zhvillimit të ndeshjeve çeyrek-finale. Kjo është pesha startuese e Proton Cable Prezenit. Jalen Perry, Hajris Hazeri, Edmond Kryeziu, Besim Bytyqi dhe Trilan Shala. Se startojnë për Proton Cable, Rinal Gashi, Orges Shatri, Olti Sarabegoli, Oltion Shatri dhe Nderim Januzaj për klubin basketbollistik Istogu. Januzaj. Aksioni fillestar, parësisht devimit të topit nga Driloni, do t'jetë për Istogun. Edo Kryeziu, pasimi mjaft i mirë në brendësi për Besim Bytyqin, i cili Gashi. Shatri me një lëvizje mashtruese, provon për 3 dhe realizon. Pasimi jashtë, sa bukur hapet Kryeziu, provon treshën dhe shënon. Januzaj 3-1 situata, sa bukur pasimi për te Orges Shatri, shënon. Topi për para për Trilan Shalën, me tabel arrin shënoj. Nuk arrin të realizoj, topi të Orges Shatri, provon treshën, balorë dhe realizon. Magjaraj. Zekaj, lëvizje e mirë, provon në mesin e 2-3 lojtarëve. Kryeziu, heziton të gjuaj, Bytyqi nga anash për 3, Sharon! Kryeziu, bukur topi prapa. Një tjetër Edo Kryeziu. Një tjetër është Perry. Gjuan për 3. Sharon! Edhe Jalen Perry. Gashi. Shatri, dhe vërtim fantastik. Tjetër realizim i tij. Zemir nga Bytyqi. Hazeri. Kryeziu. Rotullohet. Operatarëdin e bashkëtarëve nuk arrin ta ka topin Shala. Bytyqi provon për 2. Fantastik shënimi. Kryeziu gjuan për 3 dhe më në fund. Provon depërtimin. Fantastik Magjaraj. Hazeri, Kryeziu, përmenim i dyshës, Shala, gjuan për 3, Shala, gjuni për Istogun, Zekaj, më do të shkoj vete për dorë tabelën dhe Kryeziu. Shala, realizon nga pjesa lyre, nisë mbar. Januzaj, kombinimi mjaft i mirë me Rinal Gashi. Bytyqi, bukur të Shala, për 3 shënon. Kryeziu, shënon. Provon Perry, tjetër treshë. Uzaj. Në një situatë vështirë ka bërë në pasim. Topi për para të Jalen Perry. Zekaj. Shënon. Perry. Shala provon. Shënon për 3. Perry. Provon për 3. Shënon Jalen Perry. Zekaj, për kundër zbritjen. Pula në mesin e 2 lojtarëve, në fakt ishte Turtulla. Ta shërbehet. Turtulla. Realizon edhe ky. Ndalë ovin e aksionit skuadra e Istogut. Proton Cable Prizreni
Triumfon 92-74 ndaj Stokut me një parashikë shërbim në pjesën e dytë. Pasi pjesa e parë përfundoi me avantazhin e Stokut me 2 pikë. Po përmbysën gjithçka në këtë super pjesë të dytë, ku dallimi më i madh u bë në çerekun e tretë. Pastaj në çerekun e katërt gjithçka ishte formale për Proton Cable Prizenin.